Partia Demokratike ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama të jap dorëheqjen, duke akuzuar qeverinë për keq menaxhim të administratës publike e abuzim me fondet shtetërore. Në një deklaratë për mediat, zëvendësja për antikorrupsion në Partinë Demokratike, Genta Vajgjeli, tha se raporti i kontrollit të lartë të shtetit për auditimin e Institutit të Sigurisë Ushqimore e Veterinare evidenton sipas saj shkelje të procedurave e problematika në administrimin e fondeve publike. Dhe një shembull është raporti i kontrollit lartë të shtetit për auditimin në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë pasojë masa organizative, masa për shpërblim dëmi, masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike dhe 23 masa disiplinore ndaj punonjësve të institucionit. Sipas Vangjelit, në raport janë konstatuar masa organizative, disiplinore e masa për shpërblim dëmi, ndërsa janë ngriti shqetësimi nga përmenduar e ngritjes së komisioneve të vlerësimit të ofertave të procedurave të tenderimit. Demokratët i kërkuan gjithashtu dorëheqjen nga drejtuesit e administratës shtetërore, duke i cilësuar problematikat e evidentuar si treguese një modeli qeverisje që sipas tyre ka dështuar